Kosova do të mirëpres përmes FSK-s ushtrimin më të madh ushtarak në Europë, Defender Europe 25, Immediate Response. Ministri i Mbrojtjes së Kosovës, Ejub Maqedonsi, e ka bërë të ditur këtë përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ku sqaron se përgatitjet për këtë ushtrim po zhvillohen sipas planit të paraparm. Jemi të bindur se realizimi i tij do të jetë suksesshëm, shpreh Maqedonsi. Ai po ashtu bën me dije se trupat e FSK-s janë duke u stërvitur në Mnel të Shqipërisë, ku edhe ministri i Mbrojtjes i ka vizituar sot, së bashku me komandantin e FSK-s, General Lejtand Bashkim Jashari. Vizituam ushtarakët tanë, konkretisht togun e mortajave të regjimentit të tretë të Këmbësorisë. Kjo njësi po zhvillon stërvitjen e qitjes me mortaja 120 mm në kuadër të ngritjes sa aftësive luftarake të FSK-s dhe përgatitjeve për ushtrimin Defender Europe 2025, atyri konfirmuam që ushtria jonë është në nivel të atyre të NATO-s për nga përgatitja profesionale, motivi dhe pajisje në armatim, thot Maqedonsi.